Mos u lodhni fare, këto shenja horoskopi nuk japin shanse të dyta. Kur bëni një gabim, prisni që të tjerët ju japin një shans të dytë. Ju nga ana tjetër u jepni të tjerëve. Ka disa njerëz që besojnë në faljen dhe shansin e dytë dhe të tjerë që e urrejnë atë. Astrologjia gjithashtu mund të luajë një rol në këtë. Më poshtë do të gjeni se cilat shenja të horoskopit i urrejnë shanset e dyta. Nëse mendoni se të lindurit në shenjën e Demit janë zemërgjerësi zakonisht, në lidhje nuk falin. Ata nuk harrojnë asnjëherë si ka bërë ish patërneri të ndihen. Nëse thyeni besimin, Demët ju nxjerrin nga jeta pa u menduar dy herë. Askush nuk mund të cënojë lirinë e një luani, pavarësisht se mund t'ju dojë me shpirt. Luani nuk shkel dot dy herë në të njëjtin vend. Ata besojnë se pas asaj që kaluan do të gjejnë diçka më të mirë. Ndonë se bëhen pishman për çdo gjë, binjakët nuk mendohen dy herë për ishin. Ato urrejnë të falin dhe nuk duan të gjejnë një rrugë të mesme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.